Përshëndetje, sot do t'jem me një vajzë shumë të veçantë. Ashtu si që ka mund të gjitha në fakt, por këta e kam akoma më të veçantë sepse e njoh që fëmijë të vogël. Dhe duke qenë se ajo është një vajzë e talentuar pas teknologjisë, këtu kemi një ngjashmëri, na edhe kemi pak muhabet më shumë, na shkon më shumë tema edhe e gjejmë veten tek njëra tjetra. Ajo është Ridela Sulaj. Ridea, të them shkurt Dea sot, si mendon ti? Okej, sot do të jem me Dean. Dea, faleminderit që je pjesë e këtij podcastit të rëndësishëm, për arsye sepse fuqizon të rinjt. Dea, faleminderit që je pjesë me mua. Faleminderit ju për ftesën dhe mundësinë që më keni dhënë për të marrë pjesë në këtë podcast. Atëherë, përsa i përket Deas, Dea ime, nga se karakterizohesh, si e përshkruan veten Dea? Atëherë, unë vetëm mund ta përshkruaj si një vajzë bashkëpunuese, sociale, që më pëlqen të punoj me grupe të ndryshme shoqërore, në lidhje me tema të ndryshme, projekte të ndryshme, dhe si një person që ndihmoj të tjerët sa herë që kanë nevojë me të gjitha mundësitë që unë kam. Gjithashtu unë jam edhe një person përgjegjës, pra mbaj përgjegjësi për çdo detyrë që më jepet dhe përpiqem ta realizoj në mënyrën më të mirë të mundshme. Dea, si një vajzë e madhe e shtëpisë, ka ndonjë kritik për mamin dhe për babin? Jo, gjithmonë më kanë motivuar, më kanë shtyrë që të luftoj për atë që dua, të bëj gjëra që unë dëshiroj. Kush është më luftarak, babi apo mami? Pak më shumë babi, mami toleron pak më shumë. Aty e gjeni pak atë hapësirën që po mami, ashtu është. Për mamin e Deas që e kemi shumë gjanë. Përsa i përket moshës tuaj, Dea, cili është problemi që keni ju kryesor në shoqëri sot? Si e gjykon ti? Përdorimi i tepërt i rrjeteve sociale dhe i teknologjisë. Ne kemi vënë re të gjithë që gjatë kohëve të fundit jemi marrë pas telefonave, mbase na ka rënë pak rëndësia e mësimeve, nuk është se lexojmë shumë. Dhe kjo gjë mendoj se mund të ndikojë pak për keq tek na. Përsa i përket problematikave të tjera, për shembull, siç janë bullizmi, siç janë mospërkraja, a ndodhin këto në shoqërinë ku ti bën pjesë, sepse ti je në një shkollë ndryshe nga komuniteti ku jemi ne, je në një shkollë në qendër të Tiranës. Si e mendon Dea këtë gjë? Atë rastet e bullizmit në vendin tonë janë të shumta, por në shkollën ku kam shkuar unë nuk është se kam parë shumë raste, domethënë nuk kam parë raste, por që më vonë janë zgjidhur dhe nuk kanë ndodhur më. Janë trajtuar. Pra marrin një trajtim specifik. Përsa i përket shoqërisë që Dea arri, shokëve dhe shoqeve, ke ndonjë mesazh për ta? Jo, ndihem shumë rehat rreth tyre, jam krenare për rrethin tim shoqëror, më mbështesin gjithmonë. Janë pjesë e çdo rasti tim, si të mirë dhe në të keq, nuk ka ndonjë kritik. Nuk ka ndonjë kritik specifike. Se ne sot nuk është se e kemi këtë podcast që të kritikojmë, por e kemi këtë që duke thënë një mesazh edhe të përmirësojmë ndonjë gjë. Më bëhet shumë qefi për këtë pjesë shumë e rëndësishme kjo, që të ndihesh rehat në shoqërinë ku ndodhesh dhe në kontributin që jep. Si do ta vlerësonte Dea sistemin arsimor? Mendoj se sistemi arsimor nuk është zhvilluar në nivelin e duhur. Ka nevojë akoma për më shumë reforma që të rregullohet, si për shembull infrastruktura në shkolla, mënyrat e mësimdhënies, jo vetëm nëpërmjet librave, fletoreve, pyetjeve, por tjetë edhe si një mënyrë bashkëpunimi midis mësuesit dhe nxënësit nëpërmjet bisedave të ndryshme, videove, që nxënësit të ndihet sa më komod në procesin mësimor. Mendojnë që duke qenë se rinia ka avancuar më shumë se sa zhvillimi i mësuesve në pjesën e teknologjisë, rinia ka pritshmëri të larta? Po, me zhvillimin e teknologjisë, rinia tani dëshiron që mësimi të bëhet vetëm nëpërmjet AI-t, nëpërmjet teknologjisë artificiale, nëpërmjet televizorëve, nuk pret, domethënë, jo shulur dëshira për të bërë mësim nëpërmjet librave dhe të shkruaj, të mbaj shënime, nuk e ka më dëshirën. Jo, nuk e ka shumë. Përsa i përket sistemit shëndetësor, si të duket Dea? Dhe sistemi shëndetësor nuk është kaq i zhvilluar, pra njerëz të ndryshëm e marrin shërbimin shëndetësor në nivele të ndryshme. Kemi vënë shumë raste ku shumë njerëz janë ankuar në lidhje me shërbimin shëndetësor, nuk e kanë marrë trajtimin e tyre siç duhet.
Pra, mund të them se njerëzit të cilët kanë më shumë mundësi ekonomike, janë shtresat më të larta e marrin më mirë shërbimin ekonomik. Shëndetësor, mjekësorin, e drejtë është në fakt, se zgjedhin dhe rrugë të tjera privatin edhe ka edhe mundësira të tjera. Unë do të thoja drejtësinë, si e shikon Dea, kush mbizotron sot, i forti apo i dobti? I forti sepse i forti gjen mënyra nga më të ndryshmet për t'ju shmangur situatave. Ekziston edhe leku, korrupsioni që mund bëj. Dhe kjo gjë e favorizon lidhje me të dobtin, i cili Si nuk e ka diskutoni ju në shoqërinë tuaj? Kur vjen ndonjë nga shoqet e tua dhe thotë, "O ç'më ndodhi mua, babi tim i bën kështu, i vun një gjob, i bën këtë, mamit." Si e ngushëlloni njëri tjetrin? Varet nga situata, nëse babai i saj ka pasur faj, atë nuk kemi ç'ti themi, por nëse atëherë ai që ka dhënë vendimin ka vepruar gabim, atëherë kjo nuk është diçka e drejtë. Varet nga situata, si e interpreton. Varet se si interpretohet. E drejtë. Më pëlqen që jeni praktik. Më pëlqen shumë. Sepse prakticiteti juaj edhe që bëni diferencën, sepse të shprehesh varet nga situata është diferencë e madhe dhe është një gjë që vërtet duhet parë me shumë vëmendje. Përsa i përket pjesës do të thoja të medias, është Dea një vajzë që i pëlqen media? Jo dhe aq shumë. Ku e shikon Dea veten pas disa kohësh? Pas disa kohësh shpresoj të arrijë synimet e mia të bëjmë një IT dhe e shoh veten si një IT të zonja e cila të arrijë suksese në jetë. Të pëlqen IT-ja? Jam midis IT-s dhe mjekësisë, por më shumë tek IT-ja. Okej, atëherë të ndalem pak këtu. Po. Si e shikon sigurinë kibernetike aktualisht në Shqipëri, pjesën e sigurisë? Nuk është aq e fortë. Nuk mbrohet mjaftueshëm. Të gjithë janë fiksuar pas internetit, pas teknologjisë, por vjen në re shumë raste në internet ku shfaqen dhe video të papërshtatshme për moshën tonë. Dhe kjo gjë tregon që nuk ka siguri të mjaftueshme. Po për pjesën e këtyre platformave që përdoren në përgjithësi, platforma të ndryshme, të cilat janë ndoshta të pakontrolluara, mendoj, nuk i dihet, ndoshta në të ardhmen Dea do të jetë një drejtoreshe sigurisë kibernetike. Cilat do të ishin masat që do të merrte? Besoj se masat që do të merrja do të rrisja sigurinë, domethënë nuk do të lejoja që të hidheshin video të papërshtatshme për moshën tonë. Pra nuk do ndaloja përdorimin e këtyre platformave për adoleshencën, por do ndaloja hedhjen e videove që ndikojnë në mendimet e tyre dhe që nuk janë të përshtatshme për ata. Është shumë e vërtetë, hedhjen e videove që ndikojnë në mendimet e tyre, sepse sot ne ndikohemi shumë nga videot edhe nga ato çfarë mendojnë të tjerët për ne. A ndikohet Dea? Jo, nuk është se ndikohem, sepse shumica e videove janë dhe gjëra që nuk besohen, Janë të pabesueshme, janë të parritshme, thjesht janë për të disinformuar. E vërtet. Për sa i përket përsëri teknologjisë, a është Shqipëria një vend i sigurt për të investuar dhe ndërtuar kompani të forta teknologjike? Mendoj se nuk e ka arritur akoma atë nivel, sepse teknologjia është zhvilluar vetëm gjatë këtyre viteve të fundit dhe po përdoret pa mas, pa ndalim, përdoret edhe për gjëra më koti, nuk e di, përdoret për projekte, për gjëra që ne duhet t'i bëjmë vetë, edhe nuk mendoj se do të jetë një ide e mirë për ne, për ta krijuar që tani. Duhet dhe pak kohë që të arrijmë balancën midis këtyre, që të jetë e kontrolluar, pra të mos e marrim zhvillimin direkt, por ta marrim në mënyrë të kontrolluar, hapasapi do të ishte shumë domethënëse. Deja, çfarë do t'i thoshe një moshatares tënde që të bëj për veten, për ta përmirësuar? Nuk e di sa orë të rri në rrjetet sociale. Mos shpenzoj shumë kohë në rrjetet sociale sepse mendoj që nuk janë aq të vlefshme. Ndonjëherë bëj dhe për vete, por që mendoj që është diçka e gabuar, sepse shpërqendrohesh komplet në bota reale, duke u marrë me rrjetet sociale, me çdo lloj aplikacioni. Dhe mendoj që duhet të fokusohemi më shumë tek e ardhmja jonë, tek mësimet, tek ajo çfarë ne duam të bëjmë, që të ecim që të ecim përpara dhe me hapa më të shpejtë. Një pyetje që mendoj që mund vlej për ne të rinjt është, a mendon se është i dur përdorimi i platformave për bërjen e projekteve? Po, në fakt po. E di pse më përpara
jemi lodhur shumë për të bërë projekte dhe duke qenë se jemi lodhur shumë për të bërë projektet, kemi nxitur pak atë mendimin kritik, nuk është se kemi nxitur, por tani duke marrë disa opsione gati, mund të zhvillosh akoma më gjerë projektin, jo vetëm ta shkruash, por edhe ta zbatosh. Prandaj të rinjt, e bëjnë atë projektin e shkruajnë, por nuk e zbatojnë. Ju tani jeni në fazën e dytë, zbatojeni. Prandaj unë jam pro përdorimit të teknologjisë. Mirë, nuk e them të jetë në mënyrë të përdoruar, po, pa e keq përdorur, po patjetër që po, mundet ta përdorim këtë. Dhe në pikën e fundit të bisedës tonë, ne do të gjykojmë mbi pjesën Dea, a është një vend i jetueshëm Shqipëria në këndvështrimin e Deas? Mendoj se është një vend i jetueshëm, ka potencial, por mendoj që duhet të zhvillohet akoma dhe më tepër në disa aspekte. Në ç'është kuptim për shkak? Një ndër aspektet është edhe rritja e rrogave, sepse shumica e të rinjve po emigrojnë jashtë vendit për kushte më të mira jetese, për një punë më të mirë ku të vlerësohen akoma dhe më shumë, sepse në Shqipëri ndoshta nuk vlerësohen sa duhen në punën që ata bëjnë. Dhe rrogat për ata dihet që janë dhe më të ulta. Jetesa e tyre. Po një element tjetër është cila është arsye përveç kësaj? Ndotja, shkatrimi i mjedisit, nuk e përdorin duhur mjedisin, e shkatrojnë shpëllëzimi edhe e mbeturinave, ndotja e zonave bregtetare. Bëjnë që Shqipëria të bëhet një vend akoma dhe më i ndotur në vazhdim dhe mbase dhe jo i jetueshëm. Po, Dea, në këtë pjesë besoj dhe në shkollë ju keni bërë projekte të ndryshme. E shikon mjedisin tonë shumë të ndotur? Shumë të ndotur. A janë marrë masat ai sa duhet? Shumë të ndotur jo, por që e shoh të ndotur. Duke filluar që në rrugë që shef edhe njerëz duke hedhur mbeturina në tokë, duke bërë veprime që nuk duhen bërë, mendoj që është një vend i ndotur dhe ka nevojë për masa më të ashpra. Problemi qëndron te ne, besoj. Po. Te ne që nuk masat janë, por ne nuk i respektojmë sa duhet. Sepse ne si shqiptar nuk bëjmë të njëjtat veprime kur kalojmë sa zbresim nga avioni në një vend tjetër. Jo. Ne andaj sillemi shumë mirë, nuk e di pse i presim ato vijat e bardha e të tjera, nuk hedhim në përvende të tjera. Ndoshta do duhej një fushat ndërgjegjësimi? Mendoj se po. Do të vlente? Besoj se do të vlente duke u bërë në vazhdim edhe qytetarët do të ndërgjegjësoheshin dhe mbase do të ulej dhe niveli ndotjes. A keni shpresë Dea për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian? Si të duket kjo gjë? Mund të kemi shpresë, por nuk e di. Nuk e ndonjë mendim specifik. E ke dëshirë? Po. Ndoshta do të ishte mirë që diploma jote dhe një diplomë një bashkëkombëtare të kishin të njëjtën vlerë për këtë kuptim. Edhe ndoshta edhe punësimi do të ishte akoma më mirë. Dea si një vajzë e rritur midis traditës dhe kulturës së fortë. Do të ishte Dea pas disa vitesh, përveç se një IT, e shikon veten në drejtim, në leadership? Jo, nuk është se jam marrë shumë me këtë fushë, nuk është se jam me kësaj fushë. E pëlqen Deas organizimi i shoqërisë civile? Po. Po organizimit të forumeve të ndryshme, sipas rëndësisë së tyre të pëlqen? Aty nuk është se. Nuk të tresh shumë. Jo. Mendon ndonjë argument negativ për këto? Si përdoren të rinjt? Përdoren për mirë në këto forumet apo përdoren thjesht sa për reklam? Shumicën e rasteve mendoj se përdoren sa për reklam, por ka dhe nga ato pak vende që mund të përdoren edhe nga rëndësia e tyre me të vërtet. Edhe nga, po, e drejtë është, shumë e drejtë. Dea, ajo që unë do doja nga ty të dëgjoja në fakt, është fakti që çfarë do t'i thoshe Deas kur ishte pak më e vogël? Kur ishte në 9 vjeçare për shembull. Çfarë ka përjetuar Dea keq? Dea në 9 vjeçare, duke qenë se kam pasur dhe mamin mësuese në shkollë ku kam qenë, jam përballur shumë me fjalët që i merr notat se e ke mamin zysh, e merr edhe shumë paragjykim. Po, paragjykime dhe shumicën e rasteve dhe jam zënë me ata që i kanë thënë këto. Dhe do t'i thosha Deas në 9 vjeçare që mos stresohet më për këto,
Sepse jeta ka shumë probleme para, ka shumë sfida dhe është gjëja më e vogël e mundshme që ti të stresohesh dhe të mërzitesh. Dhe kjo nuk është vetëm në rastin tënd, ka pas raste, unë e kam dëgjuar në të përgjithshme, ne shqiptarët kemi një problem. Ne të gjejmë një pikë kur të shikojmë që ti shkëlqen dhe duam të ulim sa më shumë. Jo vetëm mosha jote akoma nuk e kupton, por megjithatë mosha që ti ke qenë më tepër është ndikuar nga prindrit. Kur ankohen në shtëpi fëmijët për shembull s'kan marrë një notë mirë, prindrit janë ata që influencojnë shumë të fëmijët, ku thonë ase ajo se ka të sajën, por ja se ndoshta e ka marrë për këtë. Dhe jam shumë e bindur që nuk ka qenë mendimi i sinqert i bashkëmoshatarëve të tu, por gjithmonë i influencuar. Por bullizmin si e shikon Dea? Është një fenomen mjaft i përhapur. Shohim ditë për ditë lloje rastesh të bullizimit në çdo vend, sidomos në shkolla. Dhe mendoj që nuk është diçka shumë e keqe, nuk duhet ulur niveli i bullizmit, duhet bëhen fushata ndërgjegjësuese me patjetër. 9 vjeçare ka pasur situata të rënda bullizmi që ke parë? Jo, nuk është se jam ndeshur në situata të Jo, rënda. ju personalisht, po flasim më tepër për shoqërinë. Kanë pasur të raste të tilla të cilat impaktojnë tek ta? Jo, nuk është se janë përballur ndonjëherë me raste bullizmi. Sa mirë, se ato të lënë trauma më vete. Mirë që si ke përjetuar dhe nuk i ke kaluar. Atëherë, për sa i përket pjesës tjetër e cila është shumë e rëndësishme, është pjesa e të qenit Dea vetëm. Kur Dea është vetëm, çfarë i thot vetes? Kur unë jam vetëm ndonjëherë fundem në mendime, mendoj gjërat që bëj, a janë të sakta apo jo. E gjykon Dea veten? Ndonjëherë, varet nga situata ku ndodhem. Reflekton me veten Dea? Po. Kjo është gjë shumë e mirë. Edhe ke përtesur shumë dhe për të qenë shumë e suksesshme. Atëherë Dea, unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e këtij podcasti, që ndam mendime kaq të sinqerta me njëra tjetrën. Ti ke dhënë mesazhe shumë të rëndësishme sot për të gjithë të rinjtë që do ta dëgjojnë këtë gjë. Dhe më pëlqen shumë pozitiviteti jot. Faleminderit. Që i do shumë pjesën e shoqërisë ku ti rri, që i respekton shumë. Çfarë do t'i thoshe sot gocave? Gocave, çfarë do t'i thosh Dea? Një fjali vetëm përmbyllëse. Goca, ti them që të besojnë sa më shumë në veten e tyre, ne jemi të forta dhe mund t'ja dalim. Po çunave, ç'të bëjnë ata? Çunat do të rregullojnë sjelljen. Çuna rregulloni sjelljen, thot Dea. Faleminderit Dea. Faleminderit.